Të nderuar miq të Veriu Sport, jemi në pragneshjen Vllaznia Teuta java 13. Lutë orën 18 këtu në stadiumin Loro Buriçi. Janë të shumë tifozët shkodran që e kanë mbushur stadiumin Loro Buriçi, por janë të shumë edhe tifozët që vinë nga Malizi. Sistematikisht ka tifozë Ulqinak që ndjekën ndeshjen, por Skënder Rexha nuk është vetëm tifoz, është edhe drejtues i klubit të futbollit Otran të Ulqinit. Skëndro, ju shikojmë vazhdimisht në Loro Buriçi duke ndjekur Vllaznin, tifoz patjetër i Vllaznis. Na shfrytëzojmë rastin e njëherë, inshallah Vllaznia vazhdon të jenë në krye të tabelës Shqipërisë dhe na gëzojmë me titull, se besoj se mas disa viteve si të bë përpjekje si mjet ta dalë kampion dhe na gëzojnë edhe Ulqinin, se Ulqini gjithmonë ka qenë me Vllaznin. Normal se jena edhe vllazën, po jena edhe një tu, dhe më thonë, si na danë vetëm një rrugë shkurt, dhe besoj si të ditë se çfarë presidenti ka, si ishte jap krejt me Vllaznin, edhe Edi Martini, si shoku jon, besojmë se ka ishte në rrugë drejtë. Konkretisht sot, Vllaznia Teuta, Vllaznia e para, Teuta 5, shumë pra një tjetër. Se Vllaznia do të fitojnë me një rezultat minimal, ndoshta vetëm do të fitojnë. Se besoj se to e njoftë edhe Edi Teutën mirë. Keni bindje se fiton Vllaznia? Po, kam bindje. Kam bindje se ka një balë si ishte kapiten tamam i ekipit. Ndërkohë në fazën e parë Teuta e barazoi Vllaznin në kohën shtesë. Shtesë, po. E kam shiguar. Mendoj se do ta kompensojë Vllaznia atë. Me 2 pikësh në duar. Sot nuk do të vinë pyetja e punës. Mendoj se do të dalë fitues. Një diçka veçantë sepse ndërsa pritet se Edi Martini ishte i dënuar edhe për këtë ndeshje, se mori 2 ndeshje dënim nga disiplina, një e konsumoi me Partizanin, ishte edhe për sot, por presidenti Alban Xhaferi shleu me gjop si pas rregullores, është në pankinë, është një pozitive për ekipin e Vllaznisë? Pa, Edi Martini është temperament, ndoshta ka njëherë pi temperamentit dhe pi dëshirës si ka të madhe e kalon, po dihet se është si lojtar edhe sot si udhëheqës i ekipit ka zënë temperamentin e tij dhe ka bërë gjatë mirë Albani, si normal si njeriu kur është në stol është nërsh si udhëheq. Edhe aty janë Sinani krejt ata, po Edi prepesht. Ai si udhëheq. Formacioni është më i plot sot, mungon Krymi për karton, ashtu siç mungoi Gurishta javën e kaluar, por kthehen në të dëmtuarit. Ka njerëz të madh Vllaznia, ka një ekip më të gjanë, domethënë si mundet gjithmonë lojtari minëru. Ai është kryesori në ekip kur do me bak një me shkuprement marrë me pas pak numër më të madh, si me pas gjithmonë me numër lojtarë. Jeni optimist që do të jetë një Vllaznia kampione këtë sezon? Po, unë besoj se po, inshallah, dhe do gëzohemi asaj bashkë. Edhe po të ditë se edhe ekipin e Teutës i kam shok edhe udhëheqin direktorin e Vllaznia për shpirt jon. Unë thash më herët që Vllaznin e ndjek vazhdimisht një tifozëri e zjarrt ulqinake në çdo ndeshje, jo vetëm në Shkodër, por edhe jashtë Shkodrës. Gjithmonë ka qenë. Ka të shumë. Sot është një cuf kaplani si është sot invalid, si nuk mundet me ardhë, po ndjek gjithmonë Vllaznin dhe për ditë më sret në telefon. Domethënë ekipin e zemrës e ka Ulqinin, po edhe Vllaznin njësoj. Sa po doja të theksoj cuf kaplanin, një super tifoz ulqinak i Vllaznisë, ka 2-3 vite që është me probleme shëndetësore, por edhe mua me telefonon vazhdimisht dhe pyet për Vllaznin. Përshëndesim dhe urojmë shërim sa më shpejt Cuf Kaplani, tifozit të zjarrt të Vllaznisë në Ulqin, dhe kjo fitore mund të shkojë edhe për Cuf Kaplanin. Edhe për Cuf Kaplanin, edhe Rudi Vatin si është edhe qytetari jon, po ja vetëm i Shkodrës. Është bërë ulqinak edhe me pasaportë. Edhe me shtëpi edhe me krejt. Bukur. Ishim me Skënder Rexhën, një super tifoz i Vllaznisë, por mos harrojmë prej disa vitesh drejtuesi kryesor i klubit të futbollit Otran në Ulqin. Faleminderit. Faleminderit.